Allahu Azza wa Jalla thot në surën Al-Baqara për personin I cili kalon pra një qyteti të shkatëruar, pra një person I cili kalon pra një qyteti të shkatëruar. Dhe thot që si mund të ringjalli Allahu, pra jo se nuk besonte në ringjalljen, por domethënë donte atë argumentin ta shikonte me sy. Si mund të ringjalli Allahu dhe një herë ta sjellin në jetë të qytetit të shkatëruar. Dhe Allahu ja mori jetën, pra e vdiq këtë person 100 am, për 100 vite. Më pas ringjalli dhe I thot, sa ka ndenjur këtu? Ai thot një ditë, apo një gjysmë dite, një pjesë të ditës. I thot, jo, por ka ndenjur 100 vite. Shikoj ushqimin dhe pijen tënde që nuk është prishur. Pra Allah e kishte mbajtur në formën e saj origjinale për 100 vite. Pas I thot, dhe shiko gomarin tënd, I cili tashmë kishte ngordhur dhe eshtrat dukeshin, por gjithçka ishte tretur prej mishit të tij. Dhe shiko se si eshtrat I bashkojmë dhe një herë dhe eshtrave u ambeshin mishin. Edhe kur e pa gjithçka, pra e pa ringjalljen me syt e veta, tha tani e kuptoj, jam I sigurt se Allahu është I plot fuqishëm, I gjithë fuqishëm ndaj gjithçkaje. واسم وذا مرتضى